çdo shqiptar që vjen për të investuar në Shqipëri do të jetë 5 vite pa taksa kudo që të investojë. Por ata që investojnë në zonat malore, ata do të jenë 8 vite pa taksa. Siç ka qenë ligji që anulloi Edi Rama dhe që rikthen tani, po e rikthen për grupet që i intereson atij. 500 parë, thot ai. Sa ata 500 të dytë, ata janë të njerëkës, ata s'mund përfitojnë. 0 sigurime shoqërore dhe shtetësore për 12 muajt e parë të punësimit, çdo i ri ndën 30 vjeç. Përjashtim nga tatimi mbi të ardhurat deri në moshën 25 vjeç. Stimuj fiskal dhe mbështetje financiare për investitorët në moshën 35 vjeç që duan të investojnë në start-up dhe inovacion. Do krijohen 4 zona të lira ekonomike në qarqet e mëdha të vendit, në standardet më të mira, në të cilat nuk do mund të investojnë kompanit me konto offshore. Asgjë s'mund vi se pastaj do të vërshonin miliarda para të vjedhura nga ministrat dhe qeveritarët, do ktheheshin këtu në zona industriale. Kopimi i programit Partisë Demokratike nga Edi Rama erdhi pas rënjes dramatike të sondazhe, të pikëve të tij në sondazhe, mbasi shqiptarët i përcollën me neveri programin e tij për Zhapi, Hardhuc, Zhaba dhe Thithilopa. Në historinë e premtimeve, Edi Rama ka vetëm një rekord. Mashtrim. 0 tolerancë ndaj krimit organizuar. Ata do të kenë atë fat që kanë patur bandat vitet 2008, 2005, 2013. Kudo që do, sot ata janë të lirë. Mbi ta do rëndoi i tmerrshëm krimi elektoral, ta mbajnë më mirë. Përveç krimeve tjera, vepra merra kriminale do konsiderohet pas vrasjes krimi elektoral.